E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht ngjarjet edhe lajmet më të fundit. Dua tani pak të ndaloj tek raporti dhe tek marrëdhënia e Mimozës edhe Zhakut. Ju e dini shumë bukur që natën e mbrëmshme, gjatë prajmit, ky raport u komentua, u përfol si një raport i cili në fakt nisi fillimisht një herë si dy mike, më pas në këtë mes doli një histori që u komentua, një histori që u tha nga goja e Mimozës për Zhakun dhe nga ana tjetër, do me thënë, ishte pjesa që Zhaku pati një qetësi shumë të madhe, Zhaku pati një heshtje shumë të madhe, sikur gjërat përfunduan aty, do me thënë përfunduan me dorë. Unë mendoj që natën e mbrëmshme, produksioni dëshironte që të krijon një lloj lufte mes Zhakut edhe Mimozës, fillimisht një herë sepse kur kishte dinamik mes Zhakut edhe Mimozës kishte edhe klikime. Klikimet janë në një interes shumë të madh për produksionin, kjo është më se e ditur. Produksioni dëshiron që të ketë material, produksioni dëshiron që ta shet produktin e tij dhe mendoj që prandaj dhe bënte këtë luftën e madhe të klikimeve, këtë dinamikën e madhe se si do t'i vendoste gjërat në çfarë kornizë. Unë mendoj që Zhaku dhe Mimoza nuk do të kenë më dinamika, nuk do të kenë më luftra, sepse Zhaku e di shumë bukur se çfarë statusi ka Mimoza jashtë, dhe Zhaku do të arrijë e kupton që nëse unë qëndroj e ftohtë, nëse unë kam një luftë me Mimozën, mua do të më shkatrohen gjërat jashtë. Do të thënë, Zhaku mban qëndrimet e saj. Por, a do të ketë krisje mes Mimozës edhe Bujakës? Unë mendoj që Mimoza natën e mbrëmshme, sepse më kam thënë Tiron pse nuk e komenton këtë, unë mendoj që Mimoza natën e mbrëmshme luajti si lojtare. Tani, Mimoza e di shumë bukur fuqinë që ka Bujaka, e di shumë më bukur e di se qëndrimi afër Mimoza dhe Bujaka e ndihmon Bujakën dhe Bujaka del kokë lart përpara gjithë të tjerëve dhe nuk munden ta rezojnë dhe nuk kishte nevojë që Mimoza imunitetin t'ia jep Bujakës, por mu duk respekt në fakt kundërdrejt djalit të ri, sepse ai gjatë gjithë kohës ka qëndruar me Mimozën. Unë shoh një qëndrim të shpirtëror, nuk shoh një qëndrim interesi, edhe pse në fakt ai djalë di shumë mirë se si është Mimoza jashtë, por shoh që ka një puqje komunikimi, do me thënë djetë sikur është me nënën e tij, Mimoza e trajton jashtëzakonisht bukur dhe mendoj që ishte shumë përzgjedhje e bukur që të shpëtonte atë djalin. Tani Bujaka e mori çik me inat, e mori çik si kërcënim, do me thënë e shoh që Bujaka ka një lloj inati ndërmjet vetes, por nuk është mirë sepse Mimoza ka ditur që do me thënë ta menaxhoj situatën dhe për mendimin tim situatën e solli shumë bukur në skenë. Tani, a do të di ta mendoj Bujaka që në të dy format Mimoza e shpëtonte dhe ruan grupin e saj, apo jo, këtë gjë do ta shohim në ditët në vazhdim, por unë mendoj që Mimoza ka ndërtuar një grup aty brenda dhe nëpërmjet këtyre avantazheve që mundohet ju jep Agai, Mimoza e ruan atë pjesën e vet.